Këto janë kafka njerëzish dhe eshtre nga ekstremitetet të nxjerrura nga pusi në shtëpinë e kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti. Në vendin e ngjarjes sot kishin dalë edhe hetues nga Prokuroria Publike e Gostivarit, të cilët kanë kryer ekspertizën në pusin që njihet si Bunari i Met Xhakës. Sipas tyre, do të nisin hetime për ndryqimin e këtij rasti. Koordinatori e ekipit për ekshumim, Muslim Musliu, thotë se supozohet se këto mbetje datojnë qysh nga viti 1913, ndërsa trupat së pari janë djegur e pastaj janë hedhur në një pus të vjetër të braktisur. Në vitin 1913, pra gjatë luftave balkanike, këtu qetat qetnike sërbe praktikisht kanë zhdukur dhe kanë vrarë, mendohet nga informacionet vendore që i kemi, 10 deri në 60 njerëz, të cilët njerëz pasi që i kanë ekzekutuar, pastaj janë djegur dhe janë hudhur në pusin ende i papërfunduar. Se këtu bëhet fjalë për varreza masive të cilët janë vendbanime shqiptare, pra janë të ekzekutuar shqiptar. Sipas tij, pas kryerjes së hetimeve, eshtrat do të prehen në qendrën përkujtimore nëna shqiptare. Musliu, që është koordinator për gjetjen e të zhdukurve gjatë periudhës para luftës së parë botërore dhe më pas, hedh dyshime se në Puse dhe në lokalitete tjera të dyshuara ndodhen njerëz të cilët janë vrarë nga ordhit çetkine të vitit 1913 në prag të fillimit të luftës së parë botërore. Sipas tij, kërkimet për varrësia të dyshimta janë nisur në vitin 2013. Gjetja e këtyre mbetjeve mortore vjen pas zbulimit të kafkave dhe eshtrave edhe në një shpellë në malin Darë të Kërçovës.